1 kilometër i gjysmë nën sipërfaqen e detit të Kuq, ndodhet një fenomen që sfidon kuptimin e vendosur mbi mënyrën se si mund të ekzistojë jeta. Është një midis kaq i pazakont sa për i frymëson ide shkencore mbi origjinën e jetës në tokë dhe ndoshta edhe më gjerë. Në vitin 2020, anija kërkimore Ocean Explorer përdori një ndëtse për të eksploruar fundin e thellë të detit. Pas 8 orë skanimit të fushës abisale, misioni dukej i pasuksesshëm. Peizazhi ishte i zhveshur, i errët dhe në dukje pa jetë. Pak para se ekipi të përgatitej për të kthyer në sipërfaqe, dritat e nëndecës zbulua një formë të zbehtë në distancë. Objekti dukej si një sipërfaqe e errët dhe reflektuese, rreth 20 metra e gjerë, e shtrirë mbi fundin e detit. Mbi të qëndronte një shtresë e dendur, e ngjashme me mjegullën. Ndërsa nëndecja afrohej, struktura bëhej më e qartë dhe më e pakuptueshme. Ajo që në fillim dukej si një sipërfaqe e ngurtë, në fakt ishte lëng. Ekipi po vëzhgonte diçka që ngjante me një liçen në oqean, me një vijë të dallueshme bregu dhe lëvizje të ngadalta, të ngjashme me val përgjatë skajeve të tij. Ky formacion nuk përbëhej nga shkëmbinja apo sedimente, por nga ujë me veti të ndryshme nga deti përreth. Rezultati ishte një kufi i qartë që krijonte iluzion vizual të një trupi i orë të veçantë të vendosur mbi fundin e oqeanit. Vetëm një numër i vogël njerëzish i kanë parë drejt për drejt këto formacione. Vëzhgimet kanë treguar se shumica e organizmave që hyjnë në këto mjedise nuk mbijetojnë, duke përforcuar natyrën e tyre armiqësore. Pavarësisht këtyre kushteve ekstreme, provat sugjerojnë praninë e formave primitive të jetës, të përshtatura për këtë mjedis. Këto organizma ekzistojnë në mënyra thelbësisht të ndryshme nga shumica e formave të njohura të jetës në planet. Deri në vitin 2025, kërkimet e vazhdueshme mbi këto formacione kanë filluar të transformojnë kuptimin shkencor mbi mënyrën se si jeta mund të lindë dhe të mbijetojë në kushte ekstreme. Ekzistenca e liçeneve nënujore nuk u zbulua për herë të parë në vitin 2020. Vëzhgimi i parë i dokumentuar daton me 1 mars 1964, kur oqeanografi britanik Henry Cranach raportoi për ujë anormal në fund rreth 2 kilometra nën detin e Kuq. Në atë kohë, natyra dhe origjina e këtij fenomeni ishin të panjohura, por një detaj binte në sy. Uji ishte shumë i kripur se uji i detit përreth. Ky vëzhgim dha një kuptim kyç. Kur kripa tretet në ujë, ajo rrit dendësinë e tij. Si rezultat, uji shumë i kripur bëhet më i rënd se uji më pak i kripur dhe vendoset në pikat më të ulta të funddetit, duke formuar pellgje të përqendruara. Këto informacione njihen si pellgje kripore. Pellgjet kripore mund të shtrihen deri në 20 kilometra dhe të arrijnë thellësi prej disa qindra metrash. Dendësia e tyre është aq e lartë sa nëndecët mund të hasin rezistencë kur përpiqen të kalojnë përmes sipërfaqes së tyre. Në teori, kjo sipërfaqe sillet pothuajse si një pengesë fizike për shkak të ndryshimit ekstrem të dendësisë. Lind një pyetje thelbësore: pse këto ujëra të dendur dhe të kripur thjesht nuk përzihen me oqeanin përreth? Përgjigjja qëndron në një proces të njohur si konveksion me difuzion të dyfisht. Në këto mjedise, uji i kripur është njëkohësisht më i ngrohtë dhe më i kripur se uji mbi të, ndërsa si nxehtësia, ashtu edhe kripa tentojnë të përhapen lart. Nxehtësia lëviz shumë më shpejt, rreth 100 herë më shpejt se kripa. Ndërsa nxehtësia ngrihet nga pellgu kripor, ajo ngron menjëherë ujin mbi kufi, duke bërë atë të ngrihet më tej. Në të njëjtën kohë, shtresa e sipërme e ujit kripor ftohet dhe zhytet përsëri poshtë. Ky qarkullim krijon një shtresëzim të qëndrueshëm, duke parandaluar përzierjen e konsiderueshme midis 2 trupave të ujit. Rezultati është një kufi i mpret dhe i dukshëm që krijon pamjen e një liçeni të veçantë në ujë. Megjithatë,
ky sistem nuk është plotësisht i mbyllur. Një pjesë e kripës shpërndahet gradualisht në ujin përreth, që do thotë se pellgu humbet material me kalimin e kohës. Pavarësisht kësaj, balanca e proceseve fizike lejon që këto formacione të vazhdojnë të ekzistojnë, duke ruajtur një nga mjediset më të pazakonta në tokë. Në teori, këto liqene do të duhet të zhdukeshin gradualisht, ndërsa uji i tyre i dendur përzihet me oqeanin përreth. Megjithatë, një proces i dytë natyror e pengon këtë. Pellgjet kripore nuk janë statike, ato ekzistojnë në një gjendje të vazhdueshme ekuilibri. Ndërsa një pjesë e ujit të dendur shpërndahet lart, ai njëkohësisht furnizohet nga poshtë. Qëndrueshmëria e tyre varet nga ky ekuilibër midis humbjes dhe furnizimit. Burimi i këtij furnizimi ndodhet thellë brenda tokës dhe lidhet me një proces gjeologjik të njohur si tektonika e kripës. Shkencëtarët kaluan dekada duke studiuar këtë fenomen përpara se të identifikonin një model të qartë. Pellgjet kripore janë zbuluar vetëm në disa rajone të botës, në detin e Kuq, në gjirin e Meksikës dhe në detin Mesdhe. Këto zona ndajnë një histori të përbashkët gjeologjike. Në periudha të ndryshme në të kaluarën e largët, secili prej këtyre baseneve ujore ishte izoluar nga oqeani i hapur. Gjatë këtyre periudhave, avullimi të i kalonte furnizimin me ujë, duke bërë që niveli i ujit të ulej ndjeshëm. Ndërsa uji avullonte, sasi të mëdha kripe mbeteshin pas, duke formuar shtresa të trasha në fund të baseneve. Gjatë miliona viteve, këto shtresa u mbuluan nga sedimente. Kur këto basene u lidhën sërish me oqeanet, ato u mbushën me ujë deti, por kripa e varrosur mbeti. Me kalimin e kohës, pesha e shtresave të reja të sedimenteve e ngjeshi këtë krip. Për shkak se kripa sillet në mënyrë plastike nën presion, ajo filloi të lëviz, deformohet dhe të çajë shkëmbin përreth. Ky proces krijoi rrugë përmes të cilave uji i detit mund të depërtonte poshtë dhe të ndërvepronte me kripën e varrosur. Kur uji i detit u përzije me këto depozita, u formua një lëng shumë i përqendruar kripor thellë nën fundin e detit. I ngrohur nga energjia gjeotermale, ky lëng i dendur u shty gradualisht lart përmes sharjeve dhe kanaleve në sediment. Kur arriti në fundin e oqeanit, ai u grumbullua në zgavra, duke formuar pellgje kripore. Kripa e tretur nuk qëndron vetëm në pellgje statike, ajo mund të rrjedhë edhe mbi fundin e detit. Gjatë një ekspedite në vitin 2018 në gjirin e Meksikës, një mjet i telekomanduar vëzhgoi një fenomen të veçantë. Në skajin e një pellgu kripor, kamera regjistroi gjurmë të errta sedimentesh që zbrisnin poshtë një pjerrësie. Këto gjurmë tregonin se lëngu i dendur kripor po rrithte nga zona më të larta drejt pellgut, duke formuar një ujëvar në ujore. Ky proces ka të ngjarë të ketë filluar më shumë se 180 milion vite më parë, gjatë periudhës Jurasike, kur formuan depozitat fillestare të kripës. Nën presion të madh, këto depozita u deformuan në struktura të quajtura diapire, kolona dhe krishta kripe që ngrihen drejt funddetit. Këto formacione veprojnë si kanale, duke drejtuar lëngun kripor lart dhe duke e çuar drejt zonave më të ulta, ku ai grumbullohet. Pavarësisht mënyrës së formimit të tyre, kushtet brenda pellgjeve kripore janë jashtëzakonisht armiqësore. Vëzhgimet tregojnë brigje të mbuluara me mbetjet e peshqve, krustaceve dhe organizmave të tjerë detar. Shumë prej këtyre trupave ruhen për periudha të gjata për shkak të përqendrimit të lartë të kripës. Shumica e jetës detare i shmang instinktivisht këto mjedise, por ata që hyjnë zakonisht nuk mbijetojnë. Kur peshqit apo ngjalat zbresin në këto ujëra, ato përjetojnë stres të menjëhershëm fiziologjik. Kripësia ekstreme prish funksionet e trupit, duke shkaktuar konvulsione të forta. Shpresa e vetme për mbijetesë është rikthimi në ujë normal të detit, por shumica nuk arrin të shpëtojnë në kohë. Përveç kripësisë së lartë, këto pellgje
janë zakonisht pa oksigjen, ndërsa përmbajnë edhe përbërje toksike si metani. Kombinimi i errësirës, presionit, mungesës së oksigjenit dhe toksicitetit kimik i bën këto zona ndërmjediset më ekstreme në planet. Megjithatë, jeta ekziston. Rreth skajeve të këtyre pellgjeve janë zhvilluar ekosisteme të qëndrueshme. Koloni të dendura krimba shtubor shtrihen në fundin e detit, ndërsa midhje të mëdha grumbullohen përgjatë kufive. Këto zona mbështesin komunitete të ndryshme karkalecash, kërmish dhe organizmash të tjerë të specializuar. Edhe grabiqar më të mëdhenj, si pershit dhe oktapodët, afrohen për të ushqyer. Ndër banorët më të veçantë janë hagfish, krijesa primitive të ngjashme me ngjalat, shpesh të quajtura fosile të gjalla. Ato ngjajnë shumë me vertebrorët më të hershëm në historinë e tokës. Ndryshe nga shumica e organizmave detar, ato mund të hyjnë dhe të dalin nga pellgjet kripore pa pësuar dëme të menjëhershme. Kjo u jep mundësinë të ushqehen me organizmat që nuk i mbijetojnë kushteve ekstreme. Qëndrueshmëria e tyre mbetet ende një mister shkencor. Edhe më jashtëzakonshme është stabiliteti i gjithë ekosistemit përreth, i cili mbështetet në procese krejtësisht të ndryshme nga ato që zakonisht mbajnë gjallë jetën në tokë. Përveç mungesës së oksigjenit dhe kripësisë ekstreme, këto mjedise ndodhen në errësirë totale. Rrezet e diellit nuk arrin kurrë në këto thellësi dhe drita në ndeceve është shpesh burimi i parë i ndriçimit që depërton aty që nga formimi i oqeanit. Para zbulimit të këtyre ekosistemeve, besohej se e gjithë jeta varej nga energjia e diellit. Në sipërfaqe, bimët e shndërrojnë dritën në energji përmes fotosintezës, duke krijuar bazën e zinxhirit ushqimor. Edhe në thellësi, jeta mendoi se mbështetej në mbetje organike që binin nga sipërfaqja. Pellgjet kripore treguan një realitet tjetër. Këto ekosisteme janë plotësisht të pavarura nga dielli. Studimet mbi midhjet që jetojnë në skajet e tyre zbuluan praninë e baktereve të specializuara brenda trupit të tyre. Këta mikroorganizma kanë aftësinë të shndërrojnë përbërje kimike në energji në një proces të njohur si kemosintezë. Burimi kryesor i energjisë është metani, i cili gjendet në sasi të mëdha në këto pellgje. Përmes këtij procesi, bakteret prodhojnë ushqim, duke zëvendësuar rolin e dritës së diellit. Ai që është toksike për shumicën e organizmave, bëhet burimi kryesor i jetës për këtë ekosistem. Marrëdhënia mes baktereve dhe midhjeve është simbiotike. Bakteret jetojnë në gushat e tyre dhe u sigurojnë energji, ndërsa midhjet u ofrojnë mbrojtje dhe një mjedis të qëndrueshëm. Ky bashkëpunim mbështet një rrjet më të gjerë organizmash që jetojnë përreth. Këto struktura lëshojnë përbërje kimike të nxehta dhe mbështesin jetë të bazuar në kemosintezë. Për një kohë të gjatë, ato konsideroheshin vendi më i mundshëm i lindjes së jetës. Sot, edhe pellgjet kripore konsiderohen kandidat të mundshëm. Edhe pse dikur mendoheshin tepër ekstreme, zbulimet e fundit kanë treguar se ato mund të mbështesin forma të ndryshme jete. Kushtet në këto mjedise janë shumë të ngjashme me ato të oqeaneve të hershme të tokës. Provat tregojnë se 3.5 deri në 4 miliard vite më parë, oqeanet e tokës kishin pak oksigjen, shumë metan dhe kripësi të lartë. Këto karakteristika përputhen me ato që gjenden sot në pellgjet kripore, duke i bërë ato një model të mundshëm për vendin ku filloi jeta. Këto zbulime kanë rëndësi edhe për kërkimin e jetës jashtë planetit. Dy nga vendet më premtuese janë Europa dhe Enceladus, dy hëna me oqeane të mëdha nën sipërfaqe. Këto ujëra mendohet të jenë të kripura dhe të pasura me burime kimike energjie. Më parë, mungesa e dritës së diellit i bënte këto mjedise të dukeshin të papërshtatshme për jetë. Sot, kjo ide ka ndryshuar. Është e mundur që jeta të ekzistojë edhe në këto oqeane të errta, e mbështetur nga procese të ngjashme me ato të pellgjeve kripore.
misionet e ardhshme do të përpiqen të zbulojnë më shumë. Një prej tyre është misioni Europa Clipper, i cili synon të studiojë këtë hënë dhe potencialin e saj për jetë. Megjithatë, shumë pyetje mbeten pa përgjigje. Roli i saktë i këtyre mjediseve në origjinën e jetës ende nuk dihet plotësisht. Por një gjë është e qartë, ato kanë zgjuar ndjeshëm kuptimin ton mbi kufijtë e jetës. Ndërsa kërkimet vazhdojnë, këto mjedise mund të zbulojnë edhe më shumë sekrete. Studimi i tyre jo vetëm që thellon njohuritë për tokën, por edhe zgjeron kërkimin për jetë përtej saj. Nëse dëshironi të shihni më shumë për mbajtje të tilla dhe të qëndroni të përditësuar me zbulimet më të fundit, mos harroni të abonoheni.